Atëherë, unë gjykoj që nëse nuk i është adresuar policisë apo shtetit, ka një mangësi në deklaratë, sepse dhuna e vërtet dhe e parë qartazi nga ajo që neve po e diskutonin pak po përpara, pra dhuna ndaj kryetarit opozitës, kur ka qenë në një rrugë që nuk ishte të bënte me asnjë objekt të rëndësisë të veçantë, në një rrugë që të çonte në selinë e Partisë Demokratike, u është vënë gardi dhe ka qenë një sulm i dedikuar ndaj liderit të Partisë Demokratike. Po e thoja, në 35 vjet nuk ka ndodhur ndonjëherë që një lider i një opozite apo një partie opozitare apo një partie që proteston të sulmohet ashtu me urdhër politik. Ka ndodhur mbrëm. Nuk ka ndodhur asnjëherë kur deputet të cilët qëndrojnë nuk janë duke bërë asnjë akt. Ka qenë duke protestuar përballë gardit të forcave speciale dhe është goditur me shkop. A keni parë ju ndonjëherë që përfaqësuesi i popullit të goditet, përfaqësuesi qytetarë të goditet në atë mënyrë? Kemi parë qytetarë që janë goditur me shkopa, që janë goditur me plumba gome, të cilët kanë përfunduar edhe në spital. Nuk ishte pra asnjë polici. Pra, ajo që neve kemi thirrur ka qenë protestë paqësore, ajo që kemi mbajtur gjithashtu ka qenë protestë paqësore,